Sa të heza pak në për rrët detit e... Kemi konstatuar që disa subjekte nuk e kanë marrë seriozisht reagimin ton gjatë këtyre ditëve. Siç e shikoni, sot, që në orët e para të mëngjesit, ne kemi konstatuar një subjekt i cili ka zaptuar pjesën publike të plazhit. Reagimi është ky. Janë sekuestruar një numër i madh çadrash dhe shezlonësh. Dua ta theksoj se qëllimi jon nuk është ndëshkimi, por do të jemi në mënyrë strikte pa tolerim për çdo subjekt që do të zaptojë këto hapësira. Çdo ditë, 24 orë në ditë, do jemi në kontrollin e këtyre hapësirave. Është caktuar një patrullë policie e cila do jetë vazhdimisht e ngarkuar me këtë detyrë. Pra do të kontrollojë vetëm zaptimin e hapësirave publike.